mirëqenies, por nga ana tjetër, përveç rritjes së mirëqenies, pra ka shkuar popullata, ama aty të vjetrore kanë shkuar drejt një mirëqenie më të lartë. Okej, pra nuk diskutohet. Fast foodi nuk është mirëqenie, doktoja unë. Fast foodi është një diçka për së shpejtë. Për të gjithë faktorët mos kemi asgjë tani fëmijë, nuk do hanë avokato tani se po e bëni ju tani. Avokado ose avokado duhet të hani, ashtu. Avokado po unë. Fëmia duhet hajsoni, që kanë ngërë mami dhe ndaj banane. Unë në momentin që jam në punë kam më të kollajt, ti jap lekun dhe të shkoj të aj fast food diçka. Edhe ai e bën te dyqani. Dhe ajo është një nga gabimet kryesore. Dhe prape ka fal mami. Aktiviteti fizik, po. Mami që, po dhe mami është në punë që të bëj. Flasim për moshat e vogla ka fal mami. Që ta ngrë pak nivelin, jo vetëm të diskutimit se sigurisht është i nevojshëm, por dua të them nivelin e menaxhimit të kësaj situate. Unë e shoh këtë shumë lart. Pra problemi për mua qëndron tek masat parandaluese. Ne nuk po bëjmë një parashikim se ku do na çojë kjo situatë sot, sepse ne fëmijët po na ushqejnë keq. Këta fëmijë të ushqyer keq, do mësojnë keq në mësime, do ndërtojnë keq familje, do sillen keq se do të jenë të acaruar, do të jenë fëmijë të stresuar e të rritur të stresuar. Shoqëria do të jetë problematike dhe ne ku po na çon kjo. Pra, unë vërej që na mungon. Po ta ktheu. Qa faj kanë fëmijët e shkret që s'ka një vend ku të lozin me top? Qa faj ka fëmijët e shkret? Baballarët e tyre, mamalarët e tyre, gjishallarët e tyre, kanë vjedhur edhe trotuarin, kanë vjedhur edhe çdo cep të gjelbërimit të mundshëm. Fëmijët e lirojnë nga natyra. Këtu po fillojnë po vjedhin dhe salonin brenda. Ajo që unë do rekomandoja është që shkollat duhet të kenë hapësira të gjelbra që të shtojnë dhe edukimin për natyrën, edukimin për ushqimin si një lëndë, si në kurrikula. Ajo hapësira gjelbër për pallat. T'ju them rastin e djalit tim, ai ndërroi shkollë dhe si çdo ditë që e pyesja pyetje të ndryshme, e pyes nga shikon klasa juaj, nga i ke dritare. Nga shikon. Nga Kazani Plerave. Nga Burgu, tha. Nga Burgu. Para burgimit tek shkolla Derada. Pra një ndër shkollat më të rëndësishme shikon faktikisht nga Burgu. Për mua është mungesë vizioni. Ne po i trajtojmë fëmijët si jo të rëndësishëm. Fëmijët nuk janë gjë më rëndësishme në jetë për ne, për shtetin shqiptar, fatkeqësisht. Dhe po u trajtuan kështu, absolutisht do ketë situata apo po e egzagerojmë? Shumë aspektin. Unë shikoj jam e prirur për ta parë në një pikpamje më të gjerë pra si fenomen, siç e nisa dhe në fillim. Pra, obeziteti vërtet është një problematik, obeziteti pediatrik në rritje në Republikën e Shqipërisë, pra ke fëmijët për moshat 5 deri në 19 vjeç, por nuk është një vend i jonë përjashtim, është një fenomen botëror. Pra bota, mos fillojmë me këto tani. Bota e ka problematik obezitetin, ke mosha e rritur dhe ke moshat e fëmijëve. Ajo që unë si psikologe shoh, në kohë Xhaxhit nuk ishte fenomen botërore? Po në kohë Xhaxhit s'ke pasur fast food, vetëm kërnat ka kishin në pazari. Pra thuaje që kishte më cilësi ushqimi. Kishte cilësi ushqimi, ishin bio, kishte aktivitet fizik. Margarina, vupe. Po ishte margarina. Jo, margarina shionte pra një lojt botë. Atëre ishte me vaj palë në margarina. Fëmia sot rrin në telefon. Para se ty je në mësim ti bëja atë xhiron atë vrapin e ajo buka me gjallë mirë sa shionte. Ku ki gjallë? Nëse ku kishe. Njërë javë gjallë, 3 javë buka me gjallë, fiskultur bëje, hajde bijem shkollave vërdallë, me përjashtim të ndonjë. Unë nuk di që të zhvillohet ore fiskulturës. Më thuaj ti një ku zhvillohet ore fiskulturës. Po flasë që shorë mësimi. Nuk ka absolutisht. Unë shumë që ore fiskulturë e dalë në gjithë. Ja ta ngacmoj që ke dhe Rudin. O Rudin, dakord, unë jam dakord që kështë fenomen botëror. Për shkak të asaj që edhe kolegja thot edhe Internet, telefon. Pra cilësia ushqimet e përpunuara të të botës, a bëjmë përpjekje apo rinë këshu? Patjetër. Sigurisht që bëjmë përpjekje dhe nëse mua do më pyeste ndonjëri dikush dhe do më thoshte se nga fillohet, si do fillohet, unë do thosha të parën fare që në moshat e vogla do thoja të shtohet një lëndë në Shqipëri dhe jo vetëm. Pra, natyra dhe njeriu. Kjo lëndë do ndihmonte duke e parë në aspekt të gjerë, jo thjesht hyri një lëndë e re. Jo programi, ke personin, ke dhe mësuesin që ta japi përgatitur. Tani deri tani po flasim kështu nga pikpamja jo vonçe. Nuk e di pse nuk më duket jo vonçe. Moj, po pse nuk i binin kokë?
Jo patatina, jo patatina. Sepse është kancer. Kjo është pjesa e ushqimit. Jo patatina e ushqimit. Kjo është jo Haribo. Asgjë, për mua asgjë nga këto që shesin në përmarkete. Pra, kur ekziston si fenomen dhe një nga faktorët është pjesa e ushqimit ato kalamajt me karamele të përpunuara. Këtë po thoja. Është pjesa e ushqimit. Dhe të gjitha ato me sheqer të shtuar. Në qoftë se do të japim vëmendje dhe problematikave psikologjike, më lejo vetëm të them diçka, pra themi që është komponenti psikologjik i cili bën një diferencë krahasuar me brezat e mëparshëm. Pse patatina çfarë të duket? Nuk është një drogë për trurin që i ha kështu, po. Por jetimet e stresit, pra Dua të them vetëm diçka. Një nga format e stresit të përjetuar që reagon trupi që fëmijë është pjesa nëpërmjet ushqimit, pra është një nga format e reagimit ndaj stresit që ha në mënyrë jo vullnetare, sepse ato prish format e ato atë ditë kanë brenda patatinat që i cili më pas në moshë të rritur për kthe dalin në psikopatologjitë e këto janë më të rrezikshme këto që thuat. Eksakt. Meqense u përmendën Themi në kohrat moderne dhe për këto po flasim dhe që ndikojnë më shumë. Pra themi janë cilësit pa i përjashtuar të gjitha Po se fëmia ka ngrënë, po se qa ka ngrënë vetëm Zoti e di. Që ka ngrënë fëmia është gopur, ruajtja e masës, cilësia e ushqimit e më pas faktorit psikologjik. Shumer fëmijët anë atë që duan dhe shmangin atë që duhet anë. Por mos e harroj, dua ta nënvizoj. Kur të shkonin për shtëpi, si ju, si gjithë këta që po na ndjekin, një patatin me një çakmak, veri një flakën dhe do shifni. Është qese apo është patatin? E kam testuar vetë. Është qese? Qese. Mëse edhe patatja më nuk e dija se do ta kisha marrë, do ta testoja këtu në studio. Dhe jo vetëm patatinat Shqipërisë, edhe jashtë. Është e njëjta gjë. Kur e ke parasysh kur djeg një qese që rrjedh ashtu rrjedh edhe ajo? Fiks. Nga ajo ditë rrjedh vaj palmës më. Nga ajo ditë çuni im për shembull nuk ka ngrënë në patatina. Nuk ka ngrënë në patatina dhe e ka parë me sytë vet. Nga ajo ditë nuk ka ngrënë. Ashtu po ja bëj dhe unë gozës time. Jo, po t'ja dikesh në sy domethënë. Domethënë janë shumë këtu tash nuk mund të them dot për kontrollin që duhet bëje kontrolli çfarë. Kurse për të rriturit, kurse për të rriturit, ata që bëjnë fizikën, kimin, në orën e kimis, le t'ja vënë poshtë në lamë të laboratorit. Akoma shumë, po, janë shumë... Për të mikroskopi dhe të shikojnë se çfarë po hanë. Ne kemi një autoritet kombëtar të ushqimit, por faktikisht është një institucion i cili nuk ka kapacitetet të kontrollojë... Kemi vetëm laboratorët. Po edhe laboratorët nuk janë në cilësinë e duhur, në masën e duhur, në nivelin e duhur. Pra, ne sot nuk mundet që ta kontrollojmë cilësinë e ushqimit. Ne kemi ministre virtuale, po ne nuk kemi laborator, të kontrollit të ushqimit që është më rëndësishme, po popullashimit. Sillet si një polici e ushqimit ka garancime, por nuk ka një kontroll që të gjurmoj, të ketë edhe gjurmëshmëri të ushqimit nga prodhimi deri në konsum. Ore, këtë sa për t'ju gacmuar. Ore, është ajo si... Na kanë prishtë në qikë punë kod. Po s'jam vetëm makullohet. Për shembull, unë me një spoja zemri se është rritë supermarkete shumë të mëdha, unë kam hyrë para 2 javësh dhe desha të menja hot dog. Edhe shoh aty ishte datë e skatimit ishte në korik. Që unë mund t'ju kisha bërë dhe një denoncim dhe ose të thesha jep kaq lek. Unë këtoj që të harrojmë këtë çështje, siç ndodh rëndont. Edhe me paturpsime të madhe aty ke arka më tha mua, po mos e vri mendjen tha mua mirë që i petha, po s'është puna mirë që pa, po ku shkojnë? Po mos të kisha parë. Datë skatimit ka qenë korik. Ajo është plot me mikrobe. Tani kjo ishte një rast, po sa raste të këtilla dimne që vinë të skaduara i ndrojnë. Tani, të lutem, po që se jemi në fund, a javim disa këshilla fëmijëve, po këshilla nga këto vënçe. Ç'a duhet hanë fëmijët? Për shembull 1 deri në 5 vjeç, ç'a mund të konsumojë një fëmijë? Supë me perime. Supë me perime të bluar në blender. Nëna të dashura, dëgjoni. Sa të mirë ekziston blenderin, se ne do rrinim t'ja shtypim me lugë ose me shtypse në hudhrave. Kështu, kurse sot janë të gjitha. Supë, frutat, mundësisht t'jenë 100% bio. Lëng apo pulpin aty? Mirë është tull. Smoothie. Smoothie e frutave, po? Si që ham edhe ne vetë, ajo është më e shëndeshme. Po këto të gatshmet e marketeve? Dhe asgjë të gatshme. Unë për vete nuk i kam dhënë fëmijës time asgjë të gatshme. Dhe atëherë, jo tani që janë pa kontrolle, pa asgjë. Po qumshin ja ke dhënë tani, se qumshi së të mbanë gjithë kohës kam vetëm qumshin e mamit. Po, normal. Jo, qumësh kështu nuk i kam dhënë, sepse nuk i bënte mirë. Okej. I jepte diare. Fëmijët mund të hanë karrota,
mund të hanë kastraveca, si snacks, janë shumë të këndshme. Edhe të paproponuar. Kur i dalin dhëmbët, se pa i dalë dhëmbët, si të ai karotat ai. Okej, ajo është tjetër gjë pastaj. Po thoshim për moshën, ndoshta 2 vjeç që je është plotësuar edhe me dhëmbë. Por ndoshta duhet nisim edhe ne prindrit që t'i zëvendësojmë menut edhe në ditëlindje, në raste festash, në raste kur ftojmë miq fëmijë të fëmijëve tanë. Gjithë fëmijët kudo që shkojnë për të gjitha restorantet, qa do aji s'ka problem në i pisë, në i makarona, edhe prindrit janë mësuar me këtë naturalitet, do më thënë që e do edhe jepja. Po pse fëmijët japonez janë perimet, këto fëmijë tanë, qa kanë me perimet ta? Sepse ata i rrisin vetë perimet, ata edukohen që ta mbjellin, ta rrisin, ta pastrojnë, ta rregullojnë, ta ushqejnë, ta përgatisin. Personalisht i përfshi fëmijët në gatim të paktën, se s'kemi ku të mbjellin, po të paktën në gatim, që ata ta shikojnë gjithë procesin se si kalon ushqimi, të dinë nga vjen ushqimi, të dinë se kush janë ushqimet më të mira, dhe gjithë një një këshill që unë u jap fëmijëve të mi është përpiqu të hash 3 ngjyra. Pra nëse kam përgatitur makarona, do shtoj dhe sallat, do shtoj dhe diçka tjetër me një ngjyrë tjetër dhe do t'ju them prit se nëse nuk duan, nuk i ke plotësuar 3 ngjyra. Pra duhet të hash diçka të verdhë, po edhe diçka jeshile. Prandaj tani kuptojmë se ato ka ca shtete që kanë flamuri me 3 ngjyra, mos e pas kanë për. Ka pas nga 3. Po ne kemi me 2 ngjyra, 2 ngjyra hanin ato. Kuqezi. Këtu nuk përdorin prindrit si një